Instalimi I pajisjeve POSOPOI në autobuzet urban, I kërkuar si pjesë e standardeve për integrimin në Bashkimin Evropian, po përballet me rezistencën e operatorëve, të cilët e cilësojnë nismën të paqartë dhe të pafundsuar. Konstantin Foni, kreu I shoqatës kombëtare të transportit qytetas, thekson se infrastruktura aktuale, si mungesa e internetit wireless dhe mungesa e trajnimit të stafit, e bën operimin me këto pajisje thuajse të pamundur. Përtej vështirësive teknike, shqetësimi kryesor mbetet kostoja financiare. Operatorët e transportit përballen me shpenzime të larta për blerjen, deri në 50.000 lekë për pajisje, instalimin dhe mirëmbajtjen mujore të sistemit. Këto kosto pritet të përkthehen në një çmim më të lartë të biletës për pasagerët. Përveç tarifës së biletës, qytetarët do duhet të përballen me komisione shtesë të aplikuara nga bankat për transaksionet me kartë bankare. Sipas përllogaritjeve, për çdo bilet do të aplikohet një komision prej 2.7% mbi vlerën, plus një tarifë fikse prej 30 lekësh për çdo transakcion. Shoqata sqaron se kompanitë e transportit nuk po kërkojnë rritjen e çmimit, por bëjnë thirrje për transparencë nga institucionet shtetërore për kostot shtesë që do të detyrohen të paguajnë udhëtarët. Pavarësisht një letre zyrtare të dërguar drejt disa ministrive dhe Bashkisë së Tiranës, operatorët nuk kanë marrë ende asnjë reagim. Ndërkohë, afati përfundimtar për instalimin e këtyre pajisjeve është vendosur për datën 30 maj 2026, duke shtuar pasigurinë mbi mënyrën se si do të finalizohet ky shërbim. Operatorët kërkojnë një tryezë të përbashkët diskutimi për të gjetur një zgjidhje që nuk do të rëndojë mbi qytetarët.